Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëreshe e qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove e ta ngushëllosh botën, bëj që në nënën e tij Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tën Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues, po vazhdoj me orën e mesme, sot është e shtunë dhe jemi në javën e 4 të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eni o ju sklever që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt i adursoj vdekjes së njerëzve gjykatësi në të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa 22. Le të arritë ti o Zot britma ime, më ndriço mendjen sipas fjalës sate. Le të dal lutja ime para fytyrës sate, më liro ashtu si ma ke dhënë fjalën. Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit, sepse ti më mësove rregulloret e tua. Gjuha ime le ta këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhërimet e tua janë të drejta. E paqa në ndihmë të djathtën tënde, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë o Zot shëlbimin tënd, kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj, në ndihmë do t'i kem gjyqjet e tua. U enda poshtë lart, por si deli e humbur, kërkoje shërptorin tënd, sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
Psalmi 45, dasma e mbretit. Nga zemra më burojnë fjalët e këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi shkruesit të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër hyjtë e njerëzve, u zbras hiri në buzët e tua, prandaj hyj të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatë në i o trimi i trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mprehta janë shigjetat e tua në zemrat të armiqve të mbretit, popuj do të bie në sundimin tënd. Froni të hy në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptri mbretërisë sate. Ti e do drejtsin, ti e urren pa drejtsin. Prandaj të shuguroj hyi yt, me vaj gëzimi që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloej e kasje petkave të tua. Në pallati është elefanti, harpa të arktojnë. Bija mbretërish janë në përcjelljen tënde. Në të djathtë të qëndron mbretëresha, në ar ofiri e ngrirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë në jetës amen. Pjesa 2 e Psalmit 45, rreshtat 11 deri 18. Më vështro o bi, shih e dëgjo, harroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Atëherë mbreti do t'i pëlqej bukuria jote, ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i Tirit vjen me dhurata, për krahjen tënde e dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bija mbretit për brenda, e mbështjell me petk të qëndisur me arë. Në petka lara ja sjellin mbretit, për sjellja saj shoqet e saj vajza, me hare u prinë me brohori, ja po hyn në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijet, do t'i vesh princa mbi mbardheun. Do të bëj të përmendet emri yt prej breznie në brezni, prandaj edhe popuj do të lavdërojnë në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë në jetës amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës së 6 marr nga letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 15, rreshtat 20 deri 22. Krisht ju ngjall prej të vdekurve, ai është fryti i pari të vdekurve. Kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekuri. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Nxënësit e panë zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi, o hyj i gjithë pushtetshëm dhe jam shueshëm, ti na përtërive me pagëzimin e shenjtë, bëj të veproj gjithmonë në ne sakramenti i pashkëve dhe me ndihmën tënde të japim shumë fryte e të arrim në gëzimet e jetës së pasosur, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekov, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.